përpara për qeverinë e partive të opozitës. Vjen mirë që presidenti Osmani Sadriu ka pranuar propozimin tonë si PDK për të thirrur një takim të gjitha partive politike, por çka shpresoj se të gjithë të përgjigjen pozitivisht për shku dhe për të shpreh jo vetëm opinionet tona, por për postin diskutim i cili shpresoj të rezultojë me një rrugë përpara si rrugdolje. A mendoni që është zgjidhje takimi? Çfarë propozimi do të jepni presidentës takim për me dalë prej kësaj situate? Nuk ndryshon asgjë deri te takimi i presidentit. Ne do të shprehim edhe jashtë qendrimet tona, do të kërkojmë që të reflektojë partia e parë që i takon privilegji propozimit dhe do të shprehim atë që kemi shprehur gjatë gjithë kohës përkushtimin tonë për të dalur nga kjo krizë institucionale, nga kjo blokadë në cilën po na mban pa arsye lëvizave të ndryshme. Besoj që dhe si partisë jo ka konfirmu që e kemi bërë ftesë, normalisht që e kemi marrë ftesa me drejtu mund sekretari partisë, individualisht, unë besoj që hakimi është i përbashkët, për ftesën e kam konfirmu për vete, nuk e di për tjetër. A është gatshme